Dasma shqiptare 2017 paraqet. Të kesh një agjenci turistike në moshën 26 vjeçare nuk është aq e lehtë sa duket nga jashtë. Pjesën më të madhe të kohës je në lëvizje, duke organizuar grupe, duke u kujdesur për detajet dhe duke u siguruar që çdo vizitor të mbetet i kënaqur. Megjithatë, unë e dua këtë punë. Me jep mundësinë të jem gjithmonë jashtë në natyrë, larg zhurmës së qytetit dhe mbylljes në zyrë. Gjithçka ndodhi gjatë këtij sezoni vere, kur agjencia ime priti një grup turistësh të huaj. Ishin disa të rinj por të rritur nga Polonia, djem dhe vajza, shumë energjik dhe të etur për aventura. Pasi vizituan pikat kryesore të qytetit, ata më kërkuan diçka më të veçantë. Donin t'i çoja në Bjeshk, atje ku nuk ka rrugë të shtruara, ku ka vetëm male të larta dhe ajër të pastër. Plani ishte të ngjisnim malin dhe të qëndronim 2 net fjetjeje në çadra. U bëra gati që atë pasdite. Sigurova pajisjet e kampingut, ushqimet dhe gjithçka tjetër që na duhej për një qëndrim në kushte të egra. Të nesërmen u nisëm shumë herët në mëngjes. Rruga ishte e gjatë, plot të përpjeta të vështira e shtigje të ngushta. Pasi esnim për orë të tëra, më në fund arritëm në një pllaj të madhe të gjelbëruar, e cila ishte e rrethuar nga majet e maleve. Ishte një vend i qetë, pa asnjë njeri tjetër përreth. Aty pam vetëm një kopë të madhe me bageti dhe njeriu që po kujdesej për to. Ishte një çoban i asaj zone, diku rreth të 35-tave. Unë e udhëzova grupin të pushonte dhe u afrova drejt tij për ta pyetur rreth zonës dhe rreziqeve të mundshme. Sa po ram në bisedë, unë mbeta e habitur. Ai ishte një njeri që jetonte në male, duke i varfër dhe i thjesht, por kishte një pamje shumë të bukur. Ishte i gjatë, i formuar dhe kishte një qëndrim prej burrit të vërtet, nga ata që nuk u bën përshtypje asgjë. Më pëlqeu që në momentin e parë, në kokën time, filluan të thureshin plane. Mendoja se si mund taftoja atë të zbriste në qytet pas këtij udhëtimi. Ti tregoja një jetë tjetër dhe nëse ai pranonte, mund të kishim edhe një lidhje bashk. Ishte një pëlqim me shikim të parë. Kishte një qetësi në fjalët e tij që më tërhoqi menjëherë. Nga që unë nuk i dija me saktësi të gjitha burimet e ujit apo shtigjet e fshehura të asaj bjeshke, i kërkova të na shoqëronte gjatë 2 diteve që do qëndronim aty kundrejt një pagese. Ai pranoi me kënaqësi dhe më tha se mund t'i linte bagetitë e kullosnin të lira për disa orë. Por planet e mia u prishën që atë natë. Pasi ngritëm kampin dhe ndezëm një zjarr të madh, u ulëm të gjithë për të ngrënë dhe për të biseduar. Çobani erdhi pranë nesh. Unë prisja që ai të fliste me mua. Por për çudinë time, ai filloi të afrohej me një nga turistet polake. Ajo ishte një vajzë e qeshur, që fliste me zë të lartë dhe bënte shumë shaka. Ai rrinte afër saj dhe të dy dukeshin sikur po merreshin vesh shumë mirë. Unë u preka jashtëmase. Me kapi një xhelozi e fortë që nuk e shpjegoja dot as vet, sepse unë isha ajo
që e kisha afruar në grup. E lash zjarin sepse nuk mund t'i shihja, dhe hyra në çadrën time shumë e inatosur. Të nesërmen, situata u bë edhe me e keqe. Herët në mëngjes, djemtë dhe vajzat e grupit u shpërndan për të bërë ecje nëpër kodrat rreth rrotull. Unë qëndrova në kamp për të rregulluar disa pajisje, edeksa po paloja disa batanije, pash diçka që më nxori jashtë kontrollit. Nga një prej çadrave të turisteve doli vajza polake, dhe me njëherë pasaj doli çobani. Unë u shtanga. U bëra aq xheloze se nuk po gjeja dot fjalë. Por pika që derdhi gotën ishte kur ai doli jashtë dhe puthi atë vajzën në faqe. Ajo bosjeshi dhe u largua e lumtur drejt grupit të saj. Nuk durova më. E prita sa çobani u nis drejt një burimi uji pak më larg kampit. Eca me nxehtësi drejt tij dhe i zura rrugën. Kisha një inat që më dukej në çdo fjalë që thosha. S'ke bërë mirë fare atë që bëre pak më parë, i thash me zë të lartë dhe të inatosur. Çobani më shikoi me qetësi të plot, sikur mos të kishte ndodhur asgjë. Përse, unë s'bëra asgjë të keqe, më thaj. Më ke zhgënjyer mua, i thash unë. Si mund të rish me te? Ajo edhe nesër është këtu, ikën e nuk e sheh me kurrë. Ke të tjera vajza plot që janë këtu për gjithmonë, që jetojnë këtu afër, i thash unë. Ajo kuptoi me njëherë xhelozin time. Nuk foli për disa çaste, e pastaj ndryshoi tonin e zërit dhe më tha: E po mirë, ndoshta unë guta dhe bëra gabim. Tani, unë po iki me bagetit, por do ta diskutojmë këtë gjë sonte. Nëse ke vend në çadrën tënde, do të vi e të bisedojmë të dy, më thaj. Unë u qetësova pak nga fjalët e tij. Eja, i thash. Ajo ditë më duk sikur nuk po mbaronte kurrë. Prisja me padurim të binte nata. Kur o e rrësua plotësisht dhe gjithë grupi polak shkoi për të fjetur pas lodhjes së madhe, kampi ra në qetësi absolute. Unë isha brenda çadrës sime dhe prisja. Vonë gjatë natës, zinxhiri i çadrës u hap dhe ai u fut brenda. U ul përballë meje në atë çadër të vogël që kishim. Unë kisha grumbulluar shumë fjalë gjatë ditës dhe fillova ta pyesja ashpër, sikur të isha në zyre në një hetuesi. Si flet me të ti një herë, i thash, kur ti nuk di as gjuhën si merrini vesh. I di ca fjalë anglisht, mu përgjigjaj. Po si s'te vjen turp, i thash. Dhe vazhdoja unë duke i folur, pa i lënë radhë të fliste. Ajo vajzë nuk është për ty, ti je gjithë ky djalë, je i bukur, i gjatë, me gjithë të mirat. Je i zoti i vetës, e përballon këtë mal çdo ditë. Dukesh dhe djalë inteligjent, e mund të bësh një jetë shumë të mirë, e jo të merresh me turist që s'ua di as emrin, i thashon. Po flisja pa u ndalur. Doja t'i tregoja sa vlerë kishte në sytë e mi dhe sa shumë po gabonte që harxhonte kohën me të tjerët. Goja nuk më pushonte dhe fjalët dilnin njëra pas tjetrës, pa u menduar gjatë. Ai po më dëgjonte, derisa bëri një lëvizje përpara, më ndërpreu fjalën dhe më dha një puthje krejt e papritur në faqe. E ndala fjalinë e mes, qëndrova ashtu e ngrirë për pak momente. E pash në fytyrë dhe i thash: Pse? Polake jam unë që me puthe në faqe? Ai me shihte dhe më thoshte: Po ku? Ta tregoj unë, i thash. Zjata duart, e kapa fort për koke dhe fillova ta puthja në buzë.
Me puthte edhe çobani, dhe çuditërisht puthte shumë mirë. Putheshim pa u ndalur, duke nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjni subscribe.